Ndonë se hapësirat publike duhen ruajtur e mirëmbajtur, shumë shpesh të njëjtat mbushen me mbeturina nga individ të pakujdesshëm, që i lën ato pas. Ndërsa sot, aktivistët e iniciativës Një Thes me Veti kanë pasruar një ndër hapësirat e Shkuksës, afër fushës së futbollit. Burimçari nga Një Thes me Veti u shpreh se këtë aksion e vlerësojnë si të vogël e spontan, ndonë se kujdesen që në vazhdimsi të ndërmarrin nisma edhe më të mëdha. Kjo aksion është aksion i vogël, spontan, se njëri prej aktivistëve tonë edhe vrapon këtej, edhe i ka pengu. Dje ka dalë ka pastru vetën, edhe sot u mbledhem na që kemi kohë, po kështu spontanisht, se zakonisht na bëjmë aksionet e mëdhaja. Kemi aksionet vogla dhe të mëdhaja. Të mëdhaja i qesim në rrjetet sociale, të voglat i bëjmë kështu spontanisht. Tutje Qari bëri të ditur se zanafilla e kësaj nisme është tash e 7 vite. Zanafilla është para disa viteve, kemi cek shumë se të vësyri, që falenderojmë shumë se cilën herë, na kanë mbështetën gjitha këto iniciativat, kështu që kemi fillu para 7 viteve si Një Thes me Veti. Kemi fillu më pastru, pas e u dalë iniciativa me Një Thes me Veti, kjo, që do më thonë çdo familje që vinë këtu mi frekuentu këto pjesë, mi marrë një thes që i thojnë zbrast, që shado që hajnë edhe bojnë mi marrë me vetë mbeturinat e veta, mos t'i marrin tjerat, le t'i marrin vetët edhe na pastrojt vendi. Që na kena vendin e bukur shumë, edhe këto frekuentojnë këtë. Kështu që pastërtia, shëndeti edhe dashuria për vendin. Mes tjera, Qari tha se është shumë e rëndësishme që të gjithë frekuentuesit e hapësirave publike, pasi të shfrytëzojnë të njëjtat, të pastrojnë hapësirën ku ata kanë qëndruar, në mënyrë që ambienti të jetë sa më i pastër e i përshtatshëm për të gjithë.